Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim tani për faktin që raketat balistike të Iranit po rikthehen në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Ka qenë në fakt për gjatë gjithë këtyre ditëve, ama diskutimet më të shumta gjithmonë janë lidhur me sa të sakta mund të jenë, deri ku mund të shkojë rrezja e tyre. Një hartë e publikuar nga autoritetet izraelite dhe referuar nga Qendra për Studime Strategjike dhe Mbrojtje tregon se rrezja e raketave iraniane varion nga 300 deri në 2500 kilometra, duke përfshirë brenda perimetrit të mundshëm edhe disa kryeqytete të Europës juglindore dhe qendrore. A është vërtet ky një lajm për të shqetësuar? Fakti që kjo hartë e publikuar na tregon që rrezja mund të arrijë edhe disa qytete të Evropës juglindore dhe qendrore në këtë rast. Diskutoj më gjerësisht me ekspertin e sigurisë, zotin Fatjon Softa. Zoti Softa, ju përshëndes. Faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje, faleminderit juve. Unë do doja ta nisja direkt nga pyetja e parë, sa reale është rrezja 2000-2500 kilometra që përmendet, a bëhet fjalë për kapacitet të provuar apo për maksimum teorik në këtë rast? Sepse paniku tek qytetarët që i dëgjojnë këto lajme është vërtet i madh dhe shtohet ditë pas dite. Nuk ka vend për panik. Irani në këtë moment disponon një arsenal raketash të cilët janë jo interkontinentale, po janë raketa balistike, të cilët kanë një rrezë veprimi, janë të ndarë tre kategori, të shkurtra dhe të mesme, dhe largësia maksimale e mbulimit tyre 500, 1000 dhe pastaj shkojnë deri në 2000 kilometra. Nuk e arrin dot territorin shqiptar. E para, varet nga vendi të cilin duhet ta lëshojnë, ai është një territor i madh, pra varet nga largësia e territorit tyre në kufi të tjerë, dhe sa do të jetë kjo distancë të arrijë territorin shqiptar. E dyta, do të kalojë në territoret NATO-s. Ne pam që depërtimi një rakete dje, në mos gaboj, nëpërmjet kalimit të dy vendeve dhe hyrja në territorin turk, patëm një reagim të mbrojtjes ajrore të NATO-s dhe shkatrimin e kësaj rakete, që tregoi që sistemi integruar i mbrojtjes NATO-s funksionon. Për të kaluar në territor shqiptar duhet të kalojë territore të tjera të NATO-s, Greqia, Turqia, Maqedonia, varet nga do të jetë drejtimi i nisjes së kësaj rakete, por në të gjitha rastet nuk arrin dot në territorin shqiptar, kështu që qetësia dhe mundësia për goditje është zero. Por shqetësuese vazhdon të jetë një situatë e tillë, edhe kjo për cilën është komentuar dhe po vazhdon të komentohet gjatë, nëse depërtimi një rakete iraniane në territorin e Turqisë, reagimi i forcës mbrojtëse të NATO-s, goditja dhe shkatrimi i saj, nëse mund të ishte objektiv apo jo, sepse nëse kjo do të ishte një objektiv, goditja e Turqisë është një antar i NATO-s, duhet të aktivizohet në NP5. Kështu që NATO do të hyjë në luftë në mbrojtje jo vetëm të aleancës, por në luftë drejt për drejt me Iran. Gjë që do të ishte akoma më shkatrimtare ndaj atij shteti. Por kjo ka një vend dhe po diskutohet shumë edhe në disa plane, ku mendohet që nuk ka qenë objektiv Turqia, por mund të ketë qenë një bazë e Kipros, një bazë ushtarake në Kipro. Dhe kjo mund të jetë një nga mundësitë që është duke u shqyrtuar edhe Turqia shumë e kujdesshme në deklaratat e saj dhe në qëndrimin e saj, duke mos e quajtur këtë një sulm të drejtë për drejtë ndaj Turqisë ose ndaj një antari të NATO-s. Dhe situata në të cilën ne jemi duhet parë në shumë plane. Shpeshherë është thënë që për shkak të prezencës opozitës iraniane në Shqipëri, organizatës MEK që ndodhet në territorin e Durrësit, ka qenë një nga deklaratat e ish liderit të Iranit, ku ka thënë që është një vend i vogël djallëzor, ku përmban dhe mban strehon opozitën, dhe ka qenë në qendër të vëmendjes që mund të ishte objekt sulmi. Normalisht Shqipëria është sulmuar nga Irani nëpërmjet sulmeve kibernetike. Ne provuam këtë gjatë periudhës në cilën ata ishin në efektin e këtyre sulmeve, pasojat që patëm, dhe tendenca dhe frika ka qenë gjithmonë nëse mund goditesh me grupe terroriste. Për shembull, ishte një organizim i madh ndërkombëtar ku ishin ftuar shumë personalitete nga vende të ndryshme të botës që do të mbajë një summit brenda atij kampi
lidhur me problematikat që ato kanë. Por kjo u anulluar në momentin e fundit për shkak të informacionit për sulme të dyshuara terroriste. Pra, prezenca e tyre në territor dhe frika që ne mund të kemi një përplasje me Iranin mund të jetë në kuadrin e asaj që quhet luftë hibride. Pra, jo domosdoshmërisht sulme me raketa, se thash për ato arsye që tham, por mundësitë e sulmeve në përsëri që mund të jenë sulme kibernetike, grupe terroriste apo forma të tjera të kësaj natyre për shkak të efekteve që ka Irani me ato grupe të cilët i sponsorizojnë për grupe terroriste, kjo mund të jetë një nga motivet që duhet të jemi të shqetësuar. Por në këtë moment që është në frontin e luftës. Nuk flasim më për rrezë rakete, po flasim për një lloj tjetër sulmi i cili është prezent në ditët ku ne jetojmë, që është sulme teknologjike që mund të vinë përmes hakerimit të sistemeve apo situata të tilla. Megjithatë, zoti Softa, për ta folur pak më gjerësisht, sepse vërtet unë e shoh me interes mënyrën se si qytetarët reagojnë në komente në rrjetet sociale dhe i shoh të gjithë të shqetësuar kur bëhet fjalë deri ku mund të arrijnë këto raketa. Pra, nëse referohemi gjithmonë këtyre arsenaleve që po përdoren nga Irani në këto momente, po ashtu a ka sisteme që mund t'i neutralizojnë, gjithmonë referuar Evropës, duke marrë parasysh publikimin e kësaj harte të re? Por NATO ka një strategji të mbrojtjes hapësirave të saj, ku është një mbrojtje globale, regionale, mbi bazën e problematikave që ka. Krau më i dobët i NATO-s ka qenë krau lindor, ju keni parë në mediat kanë transmetuar, her pas here testime nëpërmjet droneve, fluturimeve që ka për Rusia, kryesisht në Poloni, në Rumani e tjerë, për të treguar një lloj testimi nëse Alianca e ka atë lloj mbrojtje dhe reagimin e saj, sa është forca reaguese, shpejtësia reaguese në momentin që një kufi mund të provokohet. Dhe për këtë arsye është kërkuar forcimi i kraut lindor të NATO-s. Tashmë NATO është në një alarm për faktin që situata në Iran nuk është një situatë e zakonshme. Vërtet është një konflikt rajonal, pra ai konflikt mund të shpërthejë nga momenti në moment dhe mund të krijojë konflikte globale. Konflikti global do të thotë se ai sulmi ndaj Turqisë do të ishte i vërtet, do të ishte objektivi i saj Turqia. Atëherë në këtë rast patjetër konflikti do të ndërlikohej dhe do të futej në luftë edhe vetë Alianca e NATO-s. Për herë të parë NATO do të futej në luftë me një vend pavarësisht se është në lindjen e mesme, por është sulmuar dhe i quhet ligji i luftës, Neni 5, që do të aktivizonte. Por ajo çfarë më shqetëson më shumë është fakti që do të jetë një luftë edhe ekonomike, sepse kjo do të prodhojë kriza. Dhe kjo do të thotë që Shqipëria, qoftë në formën e luftës hibride, mund të sulmohet për të krijuar një lloj destabiliteti politik, destabilitet psikologjik, por edhe destabilitet duke kërkuar të dëmtojë turizmin. Jemi në një moment shumë delikat dhe shumë të rëndësishëm për Shqipërinë. Turizmi. Jemi pikërisht në prag sezoni, sapo kanë filluar ardhjet e para të turizmit, mbas janarit dhe shkurtit që ishte një lloj rënje e këtij turizmi. Dhe shumë vende si Turqia po kërkojnë anullime të fluturimeve, po kërkojnë anullime të rezervimeve, pa përfshirë pastaj gjigantët e turizmit, siç është Dubai dhe vende të tjera dhe Kipro. Dhe në këtë moment është shumë e rëndësishme që të mos i frym kësaj situate e cila tremb dhe sikletoz jo vetëm qytetarë shqiptar, por dhe të huaj të cilët kërkojnë zona të qeta, ku shkojnë dhe të kryejnë dhe të bëjnë pushimet e tyre. Që do të thotë konkretisht, zoti Softa, çfarë duhet bëjmë? Si ta përkthejmë ndryshe, pra si ta vendosim dhe ta bëjmë objektive këtë? Shiko, objektiv do të jemi shumë realist. Për shembull, herë pas here dëgjoj që themi në prag të luftës së botërore, po krijohet kjo situatë, nuk është kjo situatë. Situata është nën kontroll. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një potencial të jashtëzakonshëm ushtarak, të cilët i kanë vendosur dhe dislokuar atje. Ata nuk kërkojnë kurrë si ky konflikt përhapet, por goditjet që Irani bën janë goditje dëshpëruese të një vendi që ka humbur leadershipin, që ka humbur kupolën drejtuese, që nuk dim kush e drejton tashmë Iranin, nuk dim çfarë forcash janë ata që e kanë komandën aty, dhe goditja në mënyrë dëshpëruese e bazave amerikane është në fundin e saj. Pra, nga momenti në moment mund kemi ndryshime të fatit të kësaj lufte,
por nuk mund të ketë më atë potencial i cili po vjen dhe po i bie Iranit. I shkatroi një pjesë të madhe të flotës, i ka humbur kontrollin e flotës ajrore. Nuk ka më fluturimet e Izraelit në ato territorie janë të qeta, fluturojnë, dominojnë mbi qiejt e Iranit. E vetëja bazë si po goditet janë bazat e raketave, dhe pastaj shkohet tek baza e goditjes së zonave ku është pasurimi i uraniumit. Ky është qëllimi. Pra, duke e lodhur Iranin, duke goditur bazën ajrore, bazën detare dhe vendet e lëshimit të raketave, shteti dhe fuqia e tij fillon dhe bie, nuk e ka më atë fuqinë fillestare që duhet kishim shqetësim për një përhapje të goditjes, siç tregohet ajo harta që mund të godasi edhe hapësirën ballkanike. Shto dhe faktin që NATO mbas kësaj goditje asaj rakete që hyrin territorin e Turqisë e ka shtuar nga dëshmërinë dhe ka kaluar në dëshmëri të plotë. Kështu që mundësia e goditjes së territorit shqiptar po e ritheksoj është zero. Kështu që nuk ka arsye për panik, nuk ka arsye për frikë. Zoti sot si gjykoni, si mund të ndikojë gjithë situata nga ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar ndihmë, po marr një rast, po marr Spanjën në këtë situatë e cila refuzoi të lejonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta përdornin bazën e saj ushtarake, dhe kjo patjetër u shoqërua pastaj edhe me një paralajmërim për rritje të tarifave apo edhe për përfundim të marrëdhënieve tregtare. Si do të pozicionohen dhe si do të forcojnë ose rrëzojnë pozicionet e tyre disa prej shteteve më të rëndësishme të Evropës në këtë situatë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, edhe Shqipëria në këtë rast çfarë duhet ketë parasysh në mënyrë që ndoshta të pozicionohet si një përkrahës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose jo në rastin tjetër? Shqipëria është në vijën e parë të vendeve mbështetëse ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kemi një detyrim të madh ndaj tyre lidhur me Kosovën, nëse nuk do të ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ai sulm ajror që do të godiste arsenalin e Miloševićit, makinën e Miloševićit, nuk do të kishim një vend të lirë siç është sot Kosova. Kështu që ky është një detyrim i madh ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke qenë një aleat i on i madh dhe strategjik. Sigurisht që Spanja dhe reagimi i saj mund të jetë qëndrim politik, por mund të jetë edhe qëndrim i një frike dhe një pasurie se është një vend shumë i ekspozuar dhe nuk është larg zonës konfliktit, që mund përfshihet nga goditjet apo nga përfshirja në një situatë të tillë sikurse po e përjetoi si Kuvaiti, ashtu dhe vendet e tjera aleate ku ka baza ushtarake amerikane. Por unë do e shoh më shumë në sensin politik sesa në sensin ushtarak, dhe kjo mund të ndryshojë shumë raportet dhe ka vende të cilët nuk është se kanë shumë mbështetje ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, kryesisht ndaj ambasadës Trump. Dhe kjo sigurisht që do të shkojë drejt një lufte tregtare, se luftë tjetër nuk mund të ketë midis dy vendeve, sepse në një moment të rëndësishëm kur Shtetet e Bashkuara ka nevojë të përdorin bazat më të afërta që kanë, këto kanë qenë marrëdhënie të stabilizuara më parë, dhe për lëshimin e bazës apo për përdorimin e bazës, se në fundit bazat nuk janë në magazina. Bazat ushtarake janë të vendosura e para për mbrojtjen e interesave globale të aleancës euroatlantike, dhe në raste të tilla kur ka konflikte, patjetër njëra apo tjetra bazë do të vihet në mbështetje të infrastrukturës. Për shembull, në momentin që u godit Serbia, u përdor baza Avianos. Për herë të parë Italia la bazën ta përdor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose bazat të tjera avion që niseshin nga Anglia. Pra, strategjia e infrastruktura e një shteti, në moment që ka një konflikt ushtarak, patjetër që këto baza të shpërndara dhe të vendosura në disa teritorie janë të tilla. Ka në Gjermani, ka në Turqi, pra baza amerikane ka kudo. Edhe Greqia ka baza amerikane, edhe Italia ka baza amerikane. Pra të gjitha këto janë një lloj infrastrukture ose një arkitekturë e ndërtuar bashkërisht në aleancat euroatlantike, të cilët në situata të veçanta do të përdoren dhe do të lejohen për të përdorur. Kështu që në këtë moment patjetër që ka një reagim nga administrata Trump, i cili në metodën dhe mënyrën e tij të reagimit, veprimi i parë është presioni ekonomik. Këtë presion ka përdorur edhe ndaj vetë aleatëve
Dhe kjo funksionoi deri në farë mënyrë se e shkundi këtë lloj aleance, e cila ishte e fjetur në thonjza dhe priste që mbrojtja do të ishte vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk kishin financim, nuk investonin shumë në industrinë e luftës, gjë që shkundi totalisht disa vende të cilët janë zgjuar më herët dhe po avancojnë shumë më tepër në këtë arkitekturë, ku në krye të saj është Gjermania, e cila jo vetëm që e ka rritur buxhetin e saj, por mendoj që në një periudhë jo të gjatë do të jetë një nga superfuqitë në botë nga pikpamja ushtarake. Se po e bën këtë Gjermania, zoti Softa, se në fakt është shumë e drejtë ajo që ju thoni që është një nga vendet që ka rritur maksimalisht jo vetëm buxhetin, po edhe ka sjell mënyra të reja se si të furnizojë me individ, me persona, me burime njerëzore, ushtrinë e saj, ka rritur arsenalet, ka rritur, po themi, çdo kapacitet të mundshëm ushtarak. Pse Gjermania? Ajo shia e hidhur që dha Gjermania naziste, që pama të fuqit madhe ushtarake me Hitlerin, e trëmbi shumë botën dhe në moment që lufta pushoi, për një periudhë të gjatë, Gjermanisi është ndaluar që të merret dhe të zhvillojë industrinë e luftës. Dhe bashkimi i Gjermanive në atë kohë me ato 10 pikat që vendosi Merkel, që të bashkojë lindja dhe perëndimi, e sikletoste botën, sepse frika e gjallërimit të një potenciali ushtarak e bënte Gjermaninë të frikshme. Koha tregoi që Gjermania ishte një vend motor ekonomik stabilizator i Bashkimit Evropian, madje ka qenë në krye të asaj për cilën ka krijuar potencialin ekonomik. Gjermania dhe Franca, dy vende të cilët sot janë dikur ishin armiq dhe sot janë alat ekonomik, kanë filluar të investojnë shumë në industrinë e luftës. Avionet e famshëm francez, Gjermania ktheu të kohë për cilën deklaron për një shtim të kapacitetit saj ushtarak, vuri në dispozicion edhe industrinë e BMW-s, të Benzit, pra edhe këtë e ka kthyer në dispozicion të luftës duke futur një nga teknologjitë shumë të avancuara të qoftë avionëve, ashtu dhe të këmbësurisë apo të tankeve të famshme gjerman, që tregon dhe një herë që Gjermania e ka objeksion. Liria mbrohet nëpërmjet armëve. Nuk mund të mbrohet vetëm nëpërmjet diplomacisë. Diplomacia jo gjithmonë është funksionale. Dhe si e tilla e ka kuptuar që rreziku rus për Gjermaninë është rrezik real. Prandaj rritja e këtij kapaciteti dhe objektivat e saj për të rritur buxhetin, po dhe teknologjinë e saj të luftës e bën atë një nga vendet të cilat do të jetë një nga fuqitë, një nga superfuqitë ushtarake në botë. Zoti Softa, një pyetje të fundit, edhe është pyetje besoj që e kanë të gjithë ata që dëgjojnë nga momente. Po marrim një situatë hipotetike, duke shpresuar që do të mbetet e tillë deri në përfundim. Në rast lëshimi, sa kohë do t'i duhej një rakete me rrezet të mesme për të arritur në Ballkan? Nëse bëjmë një llogari të thjeshtë të përafërt. Kjo varet gjithmonë nga tipet e raketave. Po koha e arritjes është e shpejtë, sepse ato kanë një shpejtësi të jashtëzakonshme, por nëse flasim për raketa supersonike, ato dalin nga atmosfera, shpejtësia e lëvizjes tyre është e jashtëzakonshme dhe rikthehen duke futur në atmosferë pikërisht në zonën ku ata bëjnë goditje. Nëse flasim për raketa supersonike. Por aftësia është që sa është në gjendje forca reaguese e sistemit të mbrojtjes. Dhe sa është densiteti i goditjes me raketa. Ne provuam që një nga sistemet e mbrojtjes ajrore më të avancuara në botë është mbrojtja e Izraelit dhe prap pati mundësi që të deportojë raketa apo drone të hyjnë edhe brenda asaj kupole të hekur të mbrojtjes që kishte Izraeli, sepse intensiteti i raketave dhe mënyra e goditjes sigurisht që këto mund të kalojnë edhe ato që quhen sisteme të mbrojtjes. Por a e ka Shqipëria sistemin e mbrojtjes antiraketor? Sa edhe si ku janë vendosur sistemet e mbrojtjes raketore të NATO-s? Sepse vërtet themi që NATO ka një sistem mbrojtje raketor, antiraketor. Por duhet i kesh vendosur ato sisteme.
Dhe nuk e dim se si është kjo arkitekturë dhe sa kjo arkitekturë është e tillë. Dhe përballë kësaj gjës, sigurisht që Shqipëria duhet të jetë e përgatitur qoftë edhe për një situatë teorike, duhet të jetë e përgatitur për mbrojtjen e popullsisë. Dhe mbrojtja e popullsisë në Shqipëri lëm për dëshiruar. Para viteve 90 kemi pasur një strehim popullatës, siç kanë qenë bunkerët, kanë qenë strehimet, të cilët kanë qenë të ndara edhe në zona të ndryshme të banimit. Flas për shembull Tiranën që e njohim nga afër, por edhe në qytete të tjera, por kryesisht kryeqytetet e vendit. Të sot nuk janë prishur, janë dëmtuar, një pjesë nuk e di sa janë funksionale, një pjesë janë lënë për t'i përdorur dhe për qëllime ekonomike, nërmjet leje si merrni nga reparët ushtarake, një pjesë reparët ushtarake janë lënë për €1 apo kapanone, të cilët janë lënë për qëllime ekonomike apo për qëllime klanësh, dhe si e tillë Shqipëria duhet të rikthejë sistemin e mbrojtjes popullsisë, sistemin e alarmit se si duhet njoftohet popullsia dhe çfarë duhet bëjë. Ajo në një situatë të tillë, mendoni, ka një konfuzion vetëm mendimi që mund të sulmohemi, mendoni sikur të sulmohesh realisht, të jesh në situatë të tillë. Ta dhe si njerëzit duhet të... Unë kam pasur mundësinë të takoj një grup izraelitësh, ato kishin një aplikacion dhe nërmjet aplikacionit ato merrnin njoftime për veprimet dhe ku duhet shkonin. Pra vendodhja ku ishin dhe kush ishte strehimi më i afërt. Pra ka një perfeksion në mënyrën e mbrojtjes të popullsisë Izraeli. E tillë do të jetë dhe Shqipëria. E para duhet të kesh rezerva ushqimore, rezerva të cilët janë në rastet e një situate lufte, duhet të kesh spitale të gatshme, të cilët janë në ndihmë të personave apo të ushtrisë apo të popullsisë civile, dhe gjitha këta duhet shkojnë drejt një rritje e parë të ndërgjegjësimit dhe jo të frikës, dhe të përgatitemi që mbrojtja më e mirë është informacioni, por njëkohësisht dhe organizimi. Nëse ne rrim dhe presim nga kafet dhe nga mediat që çfarë do të bëjnë dhe nëse do na sulmojnë, çfarë do të ndodhë po të sulmojnë, atëherë ne kemi një gjendje të brendshme politike jo stabil, kemi probleme me korrupsionin, kemi probleme me grupet e armatosura që janë grupet kriminale, kemi situatë të rënduar e cila duhet të kesh një situatë të shëndetshme brenda territorit, që të jesh në të gjitha planet, të jesh sepse mbi gjitha nuk kemi një mbledhje të sigurisë, një mbledhje të Këshillit të Sigurisë, për shembull presidenti i Republikës ende nuk e ka mbledhur në një situatë të tillë që qarkullojnë lajme të tilla. Ka informacione dhe disinformacione. Ka faktorë të tretë të cilët janë jashtë territorit dhe nuk e duan që Shqipëria të jetë në këtë sezon e fortë në turizëm dhe mund të ndikojnë qoftë agjenci të tjera jashtë territorit, të cilët thash e dëmtojnë dhe mund ta dëmtojnë në ekonominë shqiptare, por kemi dhe shtete armike siç është Serbia dhe vende të tjera, të cilët mund të përfitojnë nga situata të tilla për të krijuar destabilitet. Prandaj duhet të jemi të përgatitur në të gjitha këto plane dhe jo të presim çfarë do ndodhë nëse një raketë nga Irani do të vijë për të goditur territorin shqiptar. Shqipëria është vendi i fundit që mund të shkojë mend për të goditur, pavarësisht nga ato presione që lidhen me opozitën. Mos mendoni se presin opozitën e Iranit të kthehet në Iran. Nëse do të ketë një opozitë, do të dalë nga Irani. Nuk ka nevojë të vijë nga Shqipëria. E qartë, do të softa, unë ju falenderoj shumë për bisedën edhe për lidhjen edhe uroj një ditë sa më të mbarë në vijim për ju.